Gjykata e lartë ka konfirmuar dënimin me burgim të përjetshëm për Ardian dhe Florenc Çapjan si organizator të vrasjes së Gentian dhe Nezir Beqirit, ngjarje e ndodhur në vitin 2012 në Elbasan. Burgimi të përjetshëm nuk i ka shpëtuar as Olci Leku, bashkëpunëtor në krim, i cili për një kohë të gjatë ka qëndruar në burg në Greqi. Ndërsa shkalla e tretë e gjyqësorit ka lënë të pandryshuara dënimet për Klajdi Dokolin dhe Etjen Canin me nga 25 vite burg, si dhe për Ervis Bardhin me 15 vjet heqje lirie. Babe Bir u vra në banesën e tyre, ku Gentian Beqiri, alias Ardian Meta, mbahej në arrest shtëpie dhe ruhej nga 2 efektiv policie, pasi akuzohej si autor i vrasjes së biznesmenit Sokol Çapja, ngjarje e ndodhur në dhjetor të vitit 2005. Sipas vendimeve përfundimtare të gjykatave, ekzekutorët e drejt për drejt kanë qenë Klajdi Dokoli, Etjen Cani dhe Ervis Bardhi. Ata arritën të futen brenda shtëpisë dhe e qelluan Gentian Beqirin për vdekje me 7 plumba, me pistolet me silenciator, ndërsa ai qëndronte i shtrirë në krevat pasi ishte i paralizuar. Me njëherë më pas, mbytën edhe të atin e moshuar. Gjatë gjithë ngjarjes, 2 policët ishin jashtë derës së banesës, brenda të cilës u shënua krimi i dyfisht, për çka më vonë u akuzuan për shpërdorim detyre. Fisi Çapja njihet për një armiqësi të hershme me disa grupe në Elbasan, ku nuk kanë munguar atentatet dhe viktimat. Fisi Çapja ka një histori të gjatë përplasjesh kriminale dhe hakmarrjesh, kryesisht me familjen rival Çela, Mema në Elbasan, që ka nisur që prej vrasjes të Sokol Çapjas dhe më pas kanë shkaktuar të vrarë dhe plagosur për gjatë viteve. Këto përplasje përfshin një seri atentatesh, vrasjesh dhe hakmarrjesh mes grupeve të armatosura, ku antar nga Fisi Çapja kanë qenë si viktima, ashtu edhe aktor të dhunës, duke përfshirë edhe incidentet ku kanë qelluar mbi policinë dhe kanë terrorizuar zonën.